Hiri i Zotit tonë Jezu Krishti, dashuria e hyrit tatë dhe ndikimi i Shpirtit Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Nga punë spenimit, bëjmë ripërtritjen pagëzimore, është dita e pashme, kështu që ripërtrim pagëzimin tonë. Fort të dashur në sajtë e misterit e pashme, jemi varrosur me Krishtin në pagëzim, që me të kalojmë në një jetë të re. Prandaj pasi u krye agjërimi i kreshmeve, të përsërisim premtimet e pagëzimit tonë të shenjtë, me të cilat figuri patëm brenda mohim djallit dhe veprave të tij. Dhe premtuan të shërbejnë hyrit në kishën e shenjtë katolike. Prandaj, a i bini mohit mëkatit që të jetoni me lirinë e birëve të hyrit? A i bini mohit nga shnimit të së keqes që të mos mbizotroj mbi ju mëkati? A i bini mohit djallit që është autori dhe princi i mëkatit? A besoni në hyjnatin e gjithë pushtetshëm krijuesin e qiellit dhe të tokës? A besoni në Jezu Krishtin, një të vetmin birin e tij, Zotin tonë, të lindur prej Marisë Virgjëve, që pësoi dhe që varrosur u ngjallë dhe qëndron në të djathtën e Atit? A besoni në Shpirtin Shenjtë, në kishën e shenjtë katolike, në shoqërinë e shenjtërve, në faljen e mëkateve, në ngjalljen e trupit dhe në jetën e pasosur?